A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet, lavdërimet, adhurimet, ibadetet tona i për Allahun xhalla shanuhu, i cili në Kur'anin famlar ka thënë: "Dhe martoni të pamartuarit e të pamartuarat, nëse janë të varfër, Allahu do t'i begatojë nga mirësitë e tij." Selamet, salavatet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam, i cili na ka porositur që të martohemi dhe ka thënë: "Ata të cilët nuk martohen, nuk janë prej radhave të mia." O Zoti i gjithësisë, bashkoji e gëzoi këta dy të rinj, ashtu sikur që e ke bashkuar Hazreti Ademin me Hazreti Havan, Hazreti Muhammedin me Hazreti Hatijën dhe Hazreti Aliun me Hazreti Fatimen. O Zoti i gjithësisë, po të lutemi nga zemrat të gjithë të pranishmit që këta dy të rinj të begatosh, të furnizosh me evlat prej më të mirëve, ja Rabbel Alamin. O Zot, prindërve, të afërmve, të gjithë ata që janë gëzuar me martesën e tyre, mundsoja që të gëzohen me nipat dhe mbesat e tyre. O Zoti i gjithësisë, po të lutemi që këtë çift të ri nga ky moment, nga ky çast e në vazhdimsi të ruash nga syri i keq, nga mësyshi, nga syt e njerëzve të këqij që mund bëjnë punë të liga dhe të këqija mbi ta për shkak të inateve dhe xhelozinave që mund t'i kenë mbi ta ose mbi familjet e tyre. O Zoti i gjithësisë, na ruaj neve, ruana prindërit tanë dhe gjithë muslimanët në ditën ku do të jepet llogaria. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين